Unë si profesioni im nuk është muzika. Muzika përbë është klatësi, arti. Nesër fillojmë i gjyru spotin e ri. Po, shto që shumë shpejt do të keni një kangë. Top. Rock and roll is back. Ku për gjirën spotin? A më një të pytë? Nuk gudzej me thonë. As të gudzej me thonë. Jo, që s'gudzej, po përtu me lonë më shëftësi. A ne pëllojmë këto si nështë një shaj tjetër për marë në emisionet dhe me folë pak për projektin e ri. Une spotit do t'ja bi, ju model shoni, nësë ju pëlqen, më thirë një emision, e bisedojmë adej vetë për rock and roll. Për krej detajet e spotit, fix. Po du, me që jemi këtu tek muzika, unë thashtë dhe pak ma herët, jo këtë e kemi ljonë titullin në të temë në përko, pas asaj periude, ma ndej hithat. Le ndalimi pak këto. Tirin të hithat janë shumë bende, TNT-a, kjo... është bon fakt shumë punë e madhe, po... manifesti, edhe një lepeze madhe bendeve, ma ndej kom qenë edhe një ko. Në thojza me thonë, një studio muzicianti cili kom ra tupanave ose baterive për shumë bende që shumica nuk e din që unë jam aty mrapa ati instrumentit. Mandej grupi Manifest ka qenë një band shumë i fort, shumë një rock and roll band, shumë i mirë që kemi qizu 6-7 kangë, mandej kemi bo edhe një farë albumi Not the Past. Edhe hithat, para hithave kom pas një band me babukën, pas luftës 99-2000, ka qenë The Blues Band, Back to Roots, dhe më thonë e kemi këthy bluesit. Edhe pas ati projekti cilë kom pas për 2-3 vjetë, atëre, mas e moritu në djemët, i cili muzicient, i cilin instrument që i përket rock muzikës, shto që kom pas një band me djemë të me hithat, ma ndaj hithat Blues Trio, kemi bëtu një CD, si hithat e kemi bëtu një CD, ma ndaj si hithat po ashtu edhe... Pse hithat? Kemi bëtu edhe një DVD Unplugged, ndoshta DVD Unplugged i, mësë thëmi vetëm, si DVD po flasë, jo si gjirim televiziv, po si DVD cile ka dalë qitje, pse hithat, kjo është pyetje para 20 vjetë. Po dhe për kursim punën e heqë. Më ka pytë shumë se hithat, pëse është një fjallë shumë shqipër, si dishka që i tregjë, dishka që i të leshë, dishka që i... Po kërëtan është, hithë mu. Edhe kujtën gjithë tanja, si të thonë. I përmend edhe djenë, po du pikrisht këto me undalju, nësa ere, shfarë të profesioni që i kom mësafir që në studio, ma ndej gjithë, kom qef me ditë, a kishin pas qef që fëmijët e tyne me pas të njëjtin profesion, edhe 90% i rasteve janë, jo s'kisha pas qef, se profesion jem ka sfida, nuk kom qef që fëmijët tem nështë me pas qato sfida. Unë si profesioni im nuk është muzika. Muzika përbë është klatësi, arti, është hobi, është një... Unë jam dizajner grafik me profesion, i cili viteve 80 kom diplomu dizajnin grafik, ma vone kom kry masteri, ta isha pënësim që 7 vite pënësim, jam profesor. Ashtu që edhe studiu që 10 vite e ma shumë, me tema kryesisht historisë e popullit shqiptar. Por edhe djemë të mi, dytë janë arkitekta me profesion, apo arkitekta me 3. Por jo muzicient atë mi, si cili ka bende, Drini i vogli, cili është në Amerikë, i vogli. Vogli, gati 30 vjetë. Po me të thonë i vogli. Pa, për më është i vogli, ale ma i vogli. A është në Amerikë që e 3 vjetë e gjysë, e ka grupë bendin e ti cili quat Syt. Syt i kanë 2-3 CD-at bëtume, tash e kanë pas një promovim të një pisë në New York, janë të bo gati gjdo javë muzikë, koncertin e fundë e kanë pas tash Washington, Titan.